pa ushuar ende zjarri që përfshiu 35 apartamente në zonën e farmacisë 10 në Tiranë. Duke lënë pas pasoja të rënda për qindra banor, kryeministri Edi Rama reagoi publikisht. Ai deklaroi se pallati i dëmtuar do të rindërtohet plotësisht nga kompania ndërtuese. Edhe pse, sipas të dhënave paraprake, shkaku i zjarrit nuk lidhet me cilësinë e ndërtimit. Në të njëjtën linjë reagoi edhe kompania Arlis Ndërtim, e cila theksoi se nuk mban përgjegjësi ligjore për ngjarjen, por në kuadër të përgjegjësisë sociale do të mbulojë kostot për rikonstruksionin e fasadës dhe apartamenteve të dëmtuara, duke i kthyer ato në gjendjen fillestare. Megjithatë, Prokuroria e Tiranës ka një qasje tjetër, pasi në fazën paraprake të hetimit lëshoi 4 urdhra arreste, 3 prej të cilëve u ekzekutuan, ndërsa biznesmeni Armand Lilo nuk u arrestua pasi nuk u gjet. Ndërkohë, përgjegjësia duket se ka rënë mbi persona më pak të rëndësishëm, si administratori i një marketi ku dyshohet se nisi zjarri dhe administratori i pallatit. Një mospërputhje vjet re mes deklaratave të kryeministrit dhe kompanisë. Ndërsa Rama flet për rindërtim të plot të pallatit, kompania përmend vetëm rikonstruksion të pjesëve të dëmtuara. Kjo ka shtuar mosbesimin e banorëve, të cilët dyshojnë se do të rikthehen në kushtet e mëparshme. Sipas inxhinierëve, zjarri mund të ketë dëmtuar edhe strukturën e betonit të ndërtesave, çka e bën situatën më të ndërlikuar. Në këtë kontekst, premtimet për dëmshpërblim të plot shihen me skepticizëm, duke pasur parasysh edhe rastet e mëparshme kur kompensimet nuk janë realizuar.